Shoqata nga Prizreni e Tukijat në bashkëpunim me shoqatën turke Nobel Espo organizojnë panairin e shëndetësisë, estetikës, shërbimeve mjekësore dhe teknologjive të shëndetit në Prishtinë me datën 5 dhe 6 dhjetor 2025 në mjediset e hotelit Swiss Diamond. Kryetari i shoqatës Tukijat Zotri Ragip Qesko bën me dije se hapja bëhet në orën 11, ku pritet të marrin pjesë 25 mjekë të specializuar nga spitalet më eminente të Turqisë. Me këtë rast pritet që në këtë panair të marrin pjesë dhe ekspertë të tjerë, kurse në këtë panair sipas Zotri Qeskos mund të marrin informacione të sakta, të cilat do të ligjerojnë në këtë panair të rëndësishëm 2 ditor për gjithë Kosovën. Zotri Qesko njëherët bëri me dije se në përfundim të këtij eventi do të ketë edhe një darkë solemne ku pritet të jenë pjesëmarrës edhe nga institucionet e Republikës së Kosovës, si dhe pjesëmarrës nga Turqia dhe vende të tjera. Spitalet private dhe grupet shëndetësore, qendrat e kirurgjisë plastike dhe estetike bashkohen në këtë panair. Qendra e oftalmologjisë, ortopedisë, kardiologjisë, qendra reabilitimit, agjencitë e turizmit shëndetësor, prodhuesit e pajisjeve mjekësore, kompanitë e sigurimeve dhe asistencë. Agjenci shëndetësore nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia Veriut, Mali i Zi dhe Bosnia Hercegovina. Drejtues të spitaleve dhe klinikave, mjek dhe investitor mjekësor, përfaqësues të sigurimeve dhe turizmit shëndetësor, përfaqësues të institucioneve zyrtare dhe ministrive. Pse duhet të vizitoni? Mundësi për të njohur me spitalet kryesore të Turqisë, bashkëpunime të reja në fushat e estetikës, stomatologjisë, oftalmologjisë, ortopedisë, mundësi për të parë nga afër teknologjitë moderne mjekësore, akses në rrjetet e referimit të pacientëve drejt Turqisë, shans për të rritur volumet e punës në turizmin shëndetësor. Aktivitetet e shoqatës Tukijat tashmë janë duke u mbajtura në kënd Evropës si dhe në Kosovë. Sipas Zotri Ragip Qesko, Kosova përmes shoqatës Tukijat do të bëhet pjesë e rëndësishme e gjithë panaireve dhe eventeve ndërkombëtare, si panairet e tekstilit, atyre ushqimore, ndërtimtarisë si dhe kapuceve dhe përpunimit të lëkurës, pohoi ai, me të cilat panaire përfiton vetë Kosova.